Milasim Krasniqi, profesori dhe babai i ish kryetarit të PDK-s Memli Krasniqi, ka reaguar pasi kur i fundit daso dorëheqjen nga drejtimi i partisë. Krasniqi ka publikuar 2 fotografi të djalit të tij, dikur kur ishte i vogël, dhe një tashmë. Ai ka shkruar se janë krenar me djalin e tyre. Jemi prindër krenar me djalin ton të dashur Memlin. Është shembullor që nga fëmijëria deri sot, ka shkruar profesori ndër të tjera. Kryetari i Drenasit Ramiz Lavrovci ka reaguar pas dorëheqjes së Memli Krasniqit. Ai ka përgëzuar strukturat e PDK-s dhe qytetarët e Drenasit për mbështetjen e dhënë, duke riafirmuar besnikërinë e tij ndaj partisë. Ai përshëndeti largimin e kryetarit të deri tanishëm Memli Krasniqi dhe u shpreh mbështetje për kryetarin në ardhje Bedri Hamza, duke i cilësuar PDK-n si themeluesen e lirisë dhe e shtetit të Kosovës. Në vijim postimi i tij plot, Partia Demokratike është vetë liria dhe shteti i Kosovës. Përgëzoi strukturat e PDK-s për mbështetjen që më kanë dhënë. Në çdo situatë me besimin e plotë se do të bëhet mirë. Falënderimi i veçantë shkon për qytetarët e komunës së Drenasit, të cilët besuan në zotimin tim se s'ka bir nanaj që më largon nga PDK-ja. Besimi im në sinqeritetin e antarësisë ashtu dhe udhëheqësve të PDK-s ka qenë i madh. Ky hap i pritshëm i kryetarit të deri tanishëm Memli Krasniqi do përshëndetur njëherësh duke i ofruar fuqishëm përkrahje kryetarit në ardhje Bedri Hamza. Të jesh lider i partisë që mburoi nga drejtoria politike e UÇK-s është përgjegjësi e madhe, përgjegjësi për të dërguar shtetin në nivelin më të lartë, sinqerisht, me tërë forcat përparimtare të vendit. Partia Demokratike është vetë liria dhe shteti i Kosovës. Të jesh lideri i Partisë Demokratike të Kosovës do të thotë të jesh shtet formues e shtet ndërtues, gjithëpërfshirës e përbashkues, trim i drejtë, lartpamës e vizionar, mbështetas dhe lider në fjalë e vepra, suksesit të mëtejshëm me partia e liderëve tanë të luftës dhe paqes, suksese PDK, ka shkruar ai ndër të tjera në këtë reagim të tij pas dorëheqjes së Memli Krasniqit si drejtues i PDK-s.